Sa ju kujtohet gjatë vitit 2025 kur ish presidenti i Drenicës Faton Seferi i pastronte këto ulësit këto në stadiumin Bajram Aliu në Skenderaj. Qa ka ndodhur realisht mas një viti që ka qëndru si presidenti i Drenicës, zoti Seferi që është biznismen i njohur nga Gjermania, ka vendosur me u largu prej klubit, duke lënë klubin borxhe të mëdha, dikon rreth 2 milion euro borxhe të pashlyera. Bashkë me to, mandej është largu edhe një investitor gjerman që ka qenë në klub, zoti Thomas Wustefeld, edhe ky biznismen që vepron në Gjermani, që ka rezultuar mbas lëmtimeve që ka qenë një dyshum për mashtrim nga autoritetet gjermane. Për këtë temë kemi bisedu me zotin Faton Seferi shkurtimisht përmes Viberit, ai ka tregu versionin e tij. Po ashtu kemi zhvillu një intervistë shkurtë edhe me zotin Nisni Mehani që është kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Dega këtu në Skenderaj. Po ashtu kemi bashkë bisedu edhe me zotin Ramiz Shala që është analist i njohur sportiv. Ju ftoj të ndeshni. Seferi? Alo? Alo? Faton, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Valon Rashidi, gazetar për Noval Media. Qysh je? A je mirë? Mirë, fajnë. Mund të tregu shkurtimisht pse jeni largu edhe pse keni lënë klubin borxhe? Po e di që ka opinion interes me ditë, edhe unë faktikisht edhe kum bë disa kum full, domethënë nuk e keni sqaruar detajisht, prandaj desh me të pyet çka ka ndodhur realisht. Po e di që janë edhe borxhet edhe krejt. A keni në Kosovë, dhe tani kena me apelle për rëndësi me zbashku dhe me komunën. Domethënë keni me sqaruar kur të theni, që kjo është që nga lajmi. Patjetër. Se tash është ofruar një investitor i ri nëse nuk gaboj, edhe prandaj tash pse çka ka ndodhur. Inshallah na do të ndihmojnë. Okej, hajde vëlla. Fajtori në këtë rast është komuna e cila në mënyrë të kundërligjshme i ka filluar procedurat për privatizimin e klubit të Drenica, e po ashtu në mënyrë të kundërligjshme i ka premtuar edhe prona investitorit. Investitori është gjerman. Ai investitori bazë për cilën të sugjeroj me e lexuar edhe të kaluamën e tij. Masi që e kam lexuar të kaluamën e investitorit, po aty po që procedurat nuk janë në rregull, pa ta bën njoftim për prokurorinë speciale për çka ata kanë dhënë intervistë në prokurorinë speciale. Mendoj që këtu fillon krejt problemi. Pra investitorit i është premtuar prona e stadiumit, edhe aty më ju dhon për 99 vjet, ndërkohë që është premtuar për stadium, për me ndërtu stadiumin në një vend tjetër. Si pas asaj që ka thonë Fadel Nura, në kryetar tash i komunës, atëherë kryetar, këtu kanë pas janë planifikuar me ndërtu banesa. Pra sipas hartës zonale, këtu do duhet me ndërtu banesa, dhe këtu ka çalu krejt problemi, sepse komuna s'ka mujt një përgjigje në kërkesat e marrëveshjes që i kanë bërë. Pra, ky ka qenë planifikuar për banesa. A është dikon marrëveshje që përmendje, është e specifikuar me kjo pjesë që përmend si lloj klauzole që nëse nuk është nën i specifikuar që komuna zotohet që këtë pronë kom ia dhënë për 99 vjet, pronën e stadiumit pa specifikuar për çka, e sipas hartës zonale për banesa, e në ndërkohë që për stadium i ka premtuar një parcel tjetër. Pra komuna nuk ka mujt me realizu të që këtu premtimet karshi investitorit, edhe për shkak të lëndës që e kam dërguar në prokurori. Pa duket normale, si më thonë, me ardhë investitor me lënë klubin me gati 2 milion euro borxhe dhe me një status Facebook, me njoftu me thonë presat si jam o president. Ma do të me thonë llogari dhe ai dikon realisht. Qytetarëve, sportazëve. Po ai kjo këtu ka qenë një garë ku shkon po e trallton. Edhe ai ka menuar që pi mashtron këta për mashtrim me tradhti janë doktorë këtu në Skenderaj, kështu që në garën mes të mashtrimeve është normale kjo që ka ndodhur. Sepse këtu ka qenë gara ku shkon po e tradhton, e këta në Skenderaj për tradhtinë e mashtrimit këtu janë doktorë, kështu që le të themi ai edhe paguën edhe faturën e këtij, sepse ka kosto që ju ka lënë borxhe këtyne. A ka faj këtu si më thonë edhe Lëvizja Vetëvendosje është përmend që një familjar i zotit Seferi ka qenë, nëse s'gaboj, kandidat për asambleja për deputet në zgjedhje. A ka faj edhe Lëvizja Vetëvendosje, mandej janë përmend që kanë qenë këtu figura njohura të Vetëvendosjes me pa edhe ndeshjet këtë zonën VIP, nëse mund të themi. Absolutisht Lëvizja Vetëvendosje, unë jam kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tash na kemi edhe familjar që dikush është me PDK-n brenda familjes, dikush është me Vetëvendosjen. Jetojmë brenda një pluralizmi politik. Po unë si Lëvizja Vetëvendosje ne kena pas qëndrimit e qartë asaj për këtë kësaj çështje. Unë vetë kam dërguar lëndën në prokurori, të e ditë që ka dallame. Pra asnjë përgjegjësi Lëvizja Vetëvendosje nuk e mbon asaj për këtë kësaj çështje, madje është vetë Lëvizja Vetëvendosje që ka
përmes meje sekretar që i ka denoncu këtu parregullsi. Në anën tjetër, kjo është stadion që vinë me kështu lojë. Vinë edhe bashkë mirë dhe i ftoj edhe me orë dhe të hera tjera njerëz televizës dhe të ndosim me po stadium, sepse stadiumi është i joni. Na nuk kena hiç dorë për stadiumit me javlon atyme. Për që ta ky përmbetet stadium për sa kohë që na vazhdojnë ashtu betejat edhe të mujna në mënyrë ligjore me mbrojt. Dhe këtu nuk është pa fajsa me Lëshoku direkt. Sepse ai ka qenë bartë i proceseve dhe pikërisht me isti kanë orë këta njerëz na me atë shumë pompozitet, po valen ajo që më shqetëson më shumë të është që ka mundësi me rajt një milet, një komplet një komunitet sportiv, madje me morë pjesë dhe kryetari i federatës aty, me konë një deputet i Republikës, si që ka qenë Bilbil Sëkulli atje, me dalë në përkrit media me rajt, me konë që Drenica ka kalu nga një subjekt, o je qenë në një subjekt privat SHPK, e që kur ky veprim nuk ka ndodhur. Asë një antari Kuvendit Komunal, Asamblesë, si për i qujtash, nuk ka qenë i njoftun me veprimet që i ka morë komuna karshin e interesi publik. Janë bi 10 milion euro taksat qytetarëve të dhënë për 25 vjetë mas luftën me qatë klub. Janë edhe 10 milion euro tjera dhënë për bizneseve, për njerëzve që ka ndonë njerëzën e vetë për me mojtë qatë klub që ashtu që shumë. Dhe sëtë me onë që gjendje ku Drenica me mendu a me vazhdu garat, a moter jek shere i 2-3 individve që i kanë gërshetu interesat ekonomik, prëndësore juridik, në një klub sportiv, për nërë është e papranunshme dhe nuk e meriton që të jetë i Skenderajt. Shëtimi i Zotit Seferi ishte në Facebook që ka gjetë shumë borgjet që si ka paramenu që i dalin gjatë rrugës. Është e vërtet, gënjeshtër, aja ka për arcitim për justifikim. Borgji vetëm që i ka të rëshigu, kanë qenë dikun rrëth 350.000 euro ndaj autokas që është bërç i kontraktune që kjo e ka morë për siper atë bërç. Sepse ne kam pa kontratën që thotë unë marr të gjitha obligimet për siper, kam investu këto, kam e bo këto, pa i ka kry do puni ka bo, morja 3 leje ndërtimore në Skënderaj, 2 objekte i ka nis dhe vazhdon tutje një herë u shpëngol pe Gjermani herë në Kosovë i pruni këto fëmijë, derisa rrajti kret opinioni publik dhe tash ik në Gjermani edhe çka? Gjermani, shtabi teknik me obligime. Këtë gjithë litarë që i ka transferua aj me stafin e vetë, janë me minus 4-5 paga bërç. Me arto të komuna e Skenderaj, dashtë me bisedu me dikon prej komunës për akuzat që i boni Zoti Mehani në adres komunës, me demek që janë fajtore që klubi i Drenicës ka met ka shumë borgje me që nuk e kanë zbatu një lloj marrëveshje me biznesmenët që i përmenëm që kanë qenë klub. Provu me bisedu me Zotin Fadil Nura që është në kryetar, por nuk është përgjigj thirrjeve tona.